Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës kanalit Recetat e Mamit. Duke ju uruar gëzuar festat dhe një fundjavë të bukur, sot mendova të bëj një trileçe. Për fest, po në fakt unë kam 2 festa, kam dhe një ditëlindje sot në shtëpi. E thash pse jo, po bëj një trileçe vetë. Puna parë thash po bëj këtë kremin karamel vetë, se duhet me blem pazar. Si fillim, kam hedhur 180 gram sheqer këtu dhe 2 lugë ujë. Zjarri miqtë e mi duhet në mini fare, vetëm se nuk është fiksoba fare, aq pak, ma djalë nuk duket fare, shumë pak. Për kremin karamel, pas këtyre, duhet, pasi sheqeri të shkrihet, të karamelizohet, të marrë ngjyrë të kaftë, duhet t'i hedhim 1 lugë gjalp të freskët. Pas gjalpit të freskët pun 1 minuti, duhet ta përzim bashk. Në këtë enë kam hedhë 1 lugë gjelle, jo të mbushur plot, me 20 shte dhe do ta tres me 3 lugë qumësht. Do t'ja u tregoj gjithë procedurën, nuk është e thjeshtë, do shumë durim, t'ju them drejtën e Zotit. Djali kishte vu muzikën çau kaptinën dhe unë atë të parën e prisha. U dogj, mori erë, do shumë kujdes, do t'i rish në kokë dhe zjarri do t'jetë në minimum. Do t'ja u tregoj vazhdimin. Pasi sheqeri u karamelizu, e shikoni besoj, ngjyrën që ka marrë. Ju lutem do çdo sekond vëmendje. Zjarri, ç'a zjarri është? Edhe ke frikë se ta rrëmben prap. Është recetë shumë delikate, ju lutem. Tani do t'i hedh 1 lugë gjalp të shkrirë katuni. Edhe do t'a vej prap të zjarri, shumë i avasht. Ja, miqtë e mi këtu, gjithmonë dora në të. Ndërkohë këtu kam hedh 20 shten me 3 lugë qumësht. Sa po të shkri gjalpi, po 1 minuti, unë do t'ja hedh. Ndërkohë këtu miqtë e mi kam nxjerr rajkën. E nxorra që më në fakt që ta bëj sot. E vura si për gjellës që po zinte, se tani është ftohtë dhe me zi ndahet gjalpi, burro fresco. Po 1 minuti. Miqtë e mi besoj e shikoni. 1 lugë 20 shte gjelle, jo e mbushur rafsh, e mbushur shumë, se e rafshët duhet të them, do 1 filxhan kafe të mbushur plot me qumësht, jo 3 lugë, më shumë. E provova, po doli shumë i trash. Ja, shikoni tani. Ja, shikoni. Edhe ngjyra ka dalë fantastik fare, po çdo sekond dora në te. Tani, ja, kjo po valon kështu avash fare, se kështu duhet. Dhe do ta lej këtu dhe do filloj të bëj trileçen. Recetën e trileçes e keni në YouTube, Instagram. Unë me 5 vezë katuni e bëj. Ka masa të ndryshme, me një tepsi të vogël e bëj, në fakt, dhe vogël, mesatare. Nuk e kam idenë fiks fare se sa është, me një tepsi qelqi. Kjo është miqtë e mi. Krem karamel i bërë në shtëpi, në kushte shtëpie. Bëhet shpejt, po do shumë kujdes. Gjithë të mirat ju uroj nga zemra dhe po e heq se kjo, vllai, shikoni zjarrin besoj, ja. Ditë të bukur. Miqtë e mi, ja dhe trileçja me kremin karamel që unë bëra në shtëpi, në kushte shtëpie dhe me gjëra speciale. Nuk ka si dora jote, me besoni, si dora e çdo anvise. Ka dalë, ja. Nuk do shumë përbërës, nuk do shumë kohë, vetëm se do shumë kujdes. Gëzuar. Ju përshëndes të gjithëve, ju dua fort.